Atëherë sot me bashkëpunëtorë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, vizitova Miftiun Tërnava edhe në emrin e gjithë anëtarësisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, nëpërmjet tij urova dhe popullit të Kosovës besimtarëve musliman festën e Bajramit, duke u lutur që sakrifica, agjerimi dhe gjithë kontributi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit të pranohet tek Krijuesi. Le shpresojmë se vlerat e kësaj feste të muajit të shenjtë të Ramazanit të janë vlera njerëzore të popullit të Kosovës gjatë gjithë kohës. Pra le të kujdesemi për njëri tjetrin, le të jemi më solidar me njëri tjetrin dhe të dalin në ndihmë gjithë atyre në nevojë. Ju falenderoj gjithëve dhe më lejoni si gjithherë dhe juve gazetarëve që edhe për festën e Bajramit jeni të detyrë t'ju uroj këtë festë Bajramit. Ju falenderoj gjithëve. Mifti? Faleminderit. Mirupafshim.